Unë jam një femër që si kanë frikën kërkujna. Si nga një herë për momentin. A për momentin. Dosh në herë dikon të luanesh, ka thënë. Po, si qatë person se kum dosh kërkan, por a i kishte qenë fals, fake. Nuk është duk normal, është duk me tulli shfalloj shpifje dhe pretendime për mua. Kam qenë e paragjykume shumë prej ti dhe prej rrethit tina, familjare, shoqëror. Ti ke punu masazh, ti ke punu ashtot, ti ke bok shtot. Ti ke rej, ti ke trathu, u kanë të mrej Linda Morina. Qysh more Linda Morina ty të shoh boca. S'kem luanesh. O, mirë shumë, jo, ç'po kalani? Mirë, faleminderit. Po tërtona me luanesh. Po ç'ashtu dohet, unë ju kum tregu juve, unë jam luanesha e TikTokit. Po. Hajgore, pak përshëndetje. Se të kam beqë kjo. Se të kam beqë kjo luanesha TikTokit. Tash prej fillimit e kum pas që temën, s'di kush ma ngjiti, një shok jemi. Tha bon e tha luanesha dhe kum bo luanesha dhe më kam et për herë. Edhe në përditshmëri jam luanesh, jam femër luftaroke shumë une. Une jam një femër që si kanë frikën kërkujna. Kërkujna bashkë që? Bash, veç Allahit i kofshim fal. S'ka për të bënë forë që si femën që je shumë e forë. Sprovat e jetës më kanë bot fort. Sprovat e jetës? Po. Apo në ndonë së provën ma interesant një që ki pas. Kur e ka thirë një gru policin për një dhi. Për një? Dhi. Po, ka ndodhë. Ndodhe se në logjën tem zakonisht aty është tregu edhe mundet me shite edhe kash për para që i preshin për kurbona ish koha bajramit edhe. Po vjen një fmi vogël, oj tete, thash hajde tetës, unë mendova mos e kanë sulmu qenë, tha po të thirë mami, thash okej. Kur po shkoj te mami, tha oj koj shike s'po guxoj me kalu, tha se një sen me brina. Thash koj shike, thash nuk e di, thash vetë qofë se i kena vënu brinat na, kur pesha aty dhijen, po vin patrolla policore për një dhi. Edhe tash çuditërisht unë qa kum thirë për kërcnime kur s'ka nol për dhi erë. Këta rasti? Rast shumë i veçantë sa e gruja kishte frikë për një dhi, na jemi rritë qytet, po na e dim shka janë dhitë, se unë kum pas qasje edhe me fshatra. Kum pas familjane se bebë që ajo kanë ma storja interesante e jetës tem që më do këtë te deska me keq me ta. Janesh, qka njerës që se din për ty? Ka shka mas. Qka për shara? S'din qka për luanesh shara? E ki? Që s'kam burë. S'ki burë? Hala single, da? Halo single. Qa u bo me ty luanesh kështu? Po. Sa e që plasë ma single? Single një herë për momentin. A për momentin? Dosh në herë dikon të luanesh, ka thënë. Po. Po. E i doshtë? Po. Sa vite ki qenë me ta? Jo shumë gjatë. Sa ka të Një 4 muj. 4 muj. Kom pas edhe ma herët që kom qenë me vite, po si qatë person se kom dosh kërkan, por a i kishte qenë fals, fake. Kishte aktru deri në atë momentin që i kishte përfill interesat e veta ndaj një femrës. Edhe është duk. Por nuk është duk normal, është duk me tulli shfalloj shpifje dhe pretendime për mua. Unë jam një femër që moti ko kam shkel Evropën, Londrën edhe mu nuk kum interesant çka dikushi e paragjykon dikonin nëse ka bo një sen jetë. E ka bo për shkak gabimeve të veta, ndoshta për shkak të varfërisë u detyru, ndoshta për shkak zgënjimit. Kam qenë e paragjykume shumë prej ti dhe prej rrethit tina, familjare, shoqëror. Ka paragjykimi ki pas për njerë të që? S'po di qa më të thonë. Ti ke punu masazh, ti ke punu ashtot, ti ke bok shtot. Ti ke rej, ti ke trathu, unë e kur njëtën tem shkel nuk kam në atë institucione dhe nuk e di çka don me thonë, masazha. Vetë që kom dëgju prej njerëzve, por edhe nëse femra punon aty, për mu nuk është kur gjë interesant. Është shumë normale, si cili e zgjedh rrugën e vetë, nëse asoj nuk i pengon, familjes saj nuk i pengon, të burrit, dashurit, partnerit nuk i pengon, as mua nuk u pengon se individ, është shumë gjë normale. Se na të shedim Kosovë është varfëri ekstreme, na kemi kry shkolla, po kur nuk kemi mujt me kap, që shdohet në profesion tonin me punu, jemi detyrun do shta me pastrua me bo gjona tjera. Kështu që ajo kam paragjykimi ma i rane që ma kam bo. Sa ki ra për toke për këtë paragjykim që As kanë? pak nuk kom ra për toke, se e kam jo vetë vetën. As pak nuk kom ra, e kam jo vetë vetën. Nuk të kanë bo ndonë ty? Jo, absolutisht, veç vetë vetës, jo, hiq. Absolutisht. Të që kjo lidhja që të shtoj, që kanë ndodhur? Tradhti? Apo?
Se i dha të fund. Nuk po dihet. Alas po dihet a? Jo, nuk po dihet. Do shta ka qenë pyetje tradhtia ka ona e kundërt, se ka ona jeme jo asnjëherë kurr. Po ka ona e kundërt ka mund me qenë tradhtia, ka mundësi 100%. Mirë po, qysh ta ka shkru Allahi se nuk është e thonë me jam me qatë person ja heq, apo kupton? Unë kur ta shoh një person fillim, unë e kum po mo atë person, e di ku shoh e di e kum po, jo tani mas nina me shku me gjetë vese behone. Nuk demoralizohet një femër, don mu largovu me të mira, nuk demoralizohet. Apo kupton? Në asnjë mënyrë nuk guxon ti një femën me demoralizu, me prek moral që shtojnë këta ma të vjetrit. Na unë e tham me demoralizu. Gjuhën gramatikore zguxon me demoralizu. E dikush I po guxojke. Mirë, po çdo sen ja kemi lënë Allahit edhe nuk kemi nevojë na mu mërzit as pak, pse dikush I demoralizon në aspektin më të keq që është e mundur. Apo kupton? Po prap jam një femën e fortë. Luanesh. Edhe nuk ma nin për një moshkull, që të shqip po ju them, se meshkuj ko së dush, po burra ditë sodit, ko ma pak. Që s'ka burra, e? Ku janë qëta burra, bre? Në luft kanë shku ata. I ka marrë lufta, burrat e vërtet. A që ta sën burra, e? Ala që mu me luanesh pa. Ja, tyja, jo, absolutisht, diso prej tyne, diso, jo krejt, diso prej tyne. Luanesh. TikTok, a I të hinë kohës? Po, ja kum fillu mi bo do video reklama kështot, me një fallojt pagesës të vogël, nuk o të shku edhe keq, po ma shumë po ja I dedikoj qenëve që kanë nevoj për shërim. Në shtantarmën e ofër kam ja dediku edhe në I familjes që ka nevoj për asistenca ose diçka tjetër, për veti rrodha ziherë që I dedikoj ato fonde, po prap mirë o të shku, nuk o të shku keq. Na, e di ma shumë që ti gjithë atë kontributin e banë për kafshët shumë. Ma shumë e bëj për kafshët. Zakonisht kafshët mund të kenë ma shumë nevojë se njerëzit. Edhe normalisht kjo nuk din me kërku shembull ujë, afro e kamerën pak atje, përse unë I kum qitë sot me hongër asaj. Pa ajo nuk din shembull me kërku të ti me thonë, më jep me hongër. Ajo pret dikuj me orë mi apru një pikuj edhe ushqimin, normal. Luanes, parë që më ndërprej, na të kemi herën e kalun para një vitit, kina në 2 mu, dhe më thënë, e kanë po vidion shumë, të no, edhe njerës për ushqim të më thënë. Kanë ndimu, e vërtet, është I kisha bo apel krejtve kush ka mundësi, nëse nuk dojnë me ndimu privatisht, le ndimojnë publikisht, le të inspirohen, tash ti është vera, ka nevoj për ujë, ma shumë se për ushqim, le të marrin kësi lloj kofet plastikës që I kum lënë mrapa, edhe le të inspirohen, le të I lojnë, do me thonë, qenëve ose macëve kemi edhe plumba, që ushqim. Tash nuk mundesh mi thonë kërkuj hajde ndimon se mujnë me dyshu për në keq përdorim, po jo, prap, kush të ka dëshirë mundet edhe publik. Plot logjet janë me qene, me macë, me loj kafshe. Tash e thome maj që disëm që ta kanë botu na herë. U kanë të mrej Linda Morina. Qysh more Linda Morina ty të shoh po çan do të ja. E kemi bo një skeç humoristik vitin e kalon fshatin Janjev, komuna e Lypjanit apo I vje. Edhe qëta shta e kish pas mendu se për një me du të më shty mua. Edhe më ka shty me të vërtet një fallojt, ko gjefart. Edhe aty ishte një tepojz, dhe për pak jem konturon tokë, me dollë drejt në Lypjan, hiq pa autobus, pas një cent hiq transport. Qa ju konë ma e qëdiqja që në kanë dollë. Po prapun e kam respekt si femën e respektoj, se është pjesë e gjinis tonë, respekt për Linda Morinën, e respektoj, nuk kam kur gjotë keqe me ta. Ka qenë skeç humoristik edhe që kaq. Me që ka që kemi përfundu? Me që ka që kemi përfundu. TikTok që a I ki përfundu, a ka në një jetëre në TikTok? Jo, valla njohje të reja në TikTok, jo, nuk I kemi këqyra ato sene kur. Nuk po këqyrëm ma prej TikToku, ose prej Facebooku, ose prej Instagramit. Se po del bobi 2-3 fëmijëve, Allah hile poshtë zotin, mos më nxet dikush edhe në I harëm, për qafe, se nuk muj më mi duru, apo kuptan. Se janë bo shpifje shumë trona ndaj meje, edhe në TikTok janë bo shumë do komente negative ndaj meje, sidomos për qasjen e tyne. Do me thonë, fjalla me e ronë që u konën është martu me qenë, jo ka dole prit pak. Allah e ka kriju njerin me njerin mu martu, jo me qenë, diçka tjetër është kujdesi ndaj kafshëve, diçka tjetër o maltesa me një individ. Ato janë shumë trona. Do me thonë, dohet pak me ndryshu edhe kultura, edukata e trinjve të sodit, gjenerata këtij djalit e ma poshtë. A ka ndodha herë me tona që ta thëmë për Luaneshën që po flirton me këto TikTokera ose dikon? Po palje. Me një djallë 20 vjeçar, thëshin mere për burrun, ato e respektoj se e vla temin.
Thjesht kemi hi në kamerë me ta me lujta. Pa e merë për burë. O, jo vallaj se si e në nëzalë për burë, a burë gjonë që tashtë. Po, TikTok është një rjetë social që t'jep ka pak përfitime edhe për atë arsye jemi të hi shkoku i këtyne. Apo kuptan? Se për vete e fort zdi që më të thonë ka humë, diçka pak edhe vullneti, diçka e më zgënju tepër. Edhe si jemi të këshyrë mo, edhe kemi kalu një farë periode si kemi 18 vjetë, me dalë në për diskoteka, me dalë me bredhe, me pi alkohol, se kemi më atë mosh. Ta që kemi një mosh pjekuris, që du të me mendu pak ma e familjare më kanë femna, po kuptan, se ka kalu ajo koha, kur jem kanë gjenerata këti djallit unë non-stop kom dalë si jem nalë korë. Au, e kom shiju në maksimal, kur nuk ma ka një për para gjykimet e njerëzve. Jom vesh shkurt e gjate e qysh kom dashtë. Se e kom pas prindin gjithmonë, kraçi kur s'ma ka prish, po edhe si ja kom prish. Jam kujdes maksimalisht për ta, po edhe kujdes na. A që këthi edhe njëherë kohën pas? Për do sene po. Pa qka që këthi për shamë? Shkolla, valla. Jem konë shumë problematike. Cile ke po problemi më të madhë, Luanesh? Mu rri me djem. A i rri me djem, a? Aua. Shmora është të përna Luanesh ti? Pa qashtu ta je lypke dhe i rreshme. Po, a i që e lypke me respektu e respektojshme. Po prapa e shoqni ka met një fa respekti, se janë bo mjek, punojnë në për komunë, janë në për institucione ndryshme, halo keshme me atë kohë edhe qështu. A i ke kush e ferë kështu djem, a? Normal. Gjithë problematike më konë. A më kësi hareshme e... Pa edhe hareshme më konë, pa edhe problematike më konë, dyja ti kom pasën. Dyja ti kom pasën. Po të fund, me përmbyll bisedën, për gjithë femrat, me një mesazh më ja dhënë që kam i shërbi për jetën ashtu. Për të qenë më suksesshëm në karrierë edhe në jetën personale. Unë po më kam paragjiku njerëzit shumë. Nuk jam ka thëmë unë mos më martu një femën sot, duhet më martu. Se po bëj hajgore, ajo është e kalon Allahu ata, i kovë shumë falë. Mirë, po letë shkollohen, mos të presim prej tjerëve. Kodin e veshjes në për shkolla, le ta bojnë pak ma normal. Jo, me kërthi shembulli as falë një shpreje, e knejna jashtë, jetu shku në shkollë, njerëzit ngacmojnë rrugës, i ki 3-14 vjetë, edhe pak kodi veshjes, unë i shaftë për ditë gati që dalë në për puna sene. Nuk bën ashtu të mu vesh në shkollë du të mu vesh ma gjatë. Duhet me pas çdo shkollë uniformën e vetë, psikologun e vetë, mjekun e vetë, edukata fetare, 100% duhet në për shkolla me hy si musliman që jena, du të me pos pak edukat fetare, qka në lejon, qka nuk në lejon feja, du me thonë, si tri që jem. Mirë, po këtu nuk ka, se para gjikojnë fejnë islam, e thonë shkoni në Arabi, jo, na jem musliman të Kosovës, kemi nevoj me shku në Arabi. Na qatë feje kemi pas gjithë, respekt për fejën e kondër, t'i kam vlazën, po, dohet, qka dohet. Apo kuptan? Luanesh, fa bisedat mira kena bo. Shumë gjithmonë të mira bisedat, atje qenë për mropa po presin, po janë gi, nuk e ka, ajo është qika atje. E di që si më koni, rinë gati. Qika është, e ka emrin qika, po ajo atje, djali dikon shkoj arush ku jebra, ka shku me pak natësi komunës, me kritiku pëse s'po na japin tokë për strejmore komuna. Sigurisht. Luanesh, të uroj mos lodhin punë. Kalofshi sa ma mirë respekt. Shumë faleminderit, respekte shumë. Kalofshi sa ma mirë. Faleminderit shumë.